Në kopshtin Tom Kalaçka u organizua një aktivitet festiv me rastin e festave të fundvitit ku protagonistë ishin fëmijët e grupit të yjeve. Në kujdesin dhe përkushtimin e edukatoreve Redinela Hymetlari, Stella Braho dhe Daniela Vako, ambientet e kopshtit u mbushën me ngjyra, gëzim dhe emocione të veçanta. Fëmijët të veshur me kostume festive të fundvitit interpretuan kërcime, recitime dhe këngë duke dhuruar momente të bukura dhe të paharuara për prindrit dhe të pranishmit. Çdo performancë u shoqërua me duartrokitje dhe buzëqeshje duke reflektuar punën dhe përkushtimin e stafit edukativ. Atmosfera festive krijoi një ndjenjë ngrohtësie, dashurie dhe bashkëpunimi duke sjellë më pranë familjen dhe institucionin edukativ. Nuk ka kënaqësi më të madhe kur voglushët ne edhe na gëzojnë gjatë gjithë vitit, por edhe në festat ata luajnë, gëzojnë dhe duan vetëm dashuri. Ato sytë e tyre janë gjithnjë të qeshur dhe s'ka më bukur kur të lexosh atë kartodinën që çdo prind do ta marrë në dorë dhe thotë: "Gëzuar vitin e ri 2026 nga fëmijët e grupit të yjeve kopshti Tom Kalaçka. Ju uroj gëzuar, një vit me ëndra të realizuar dhe sa më shumë përqafime fëmijëve nga prindrit, nga mësuesit, nga gjithë ne." Ky aktivitet shënoi një moment të rëndësishëm për fëmijët të cilët patën mundësinë të shfaqin talentin, kreativitetin dhe gëzimin e tyre në prag të festave të fundvitit.